Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni si përziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Hani 3 kokra fiq çdo mëngjes në këtë orë dhe do të kuroni problemin tuaj më të madh. Fiqtë janë një nga frutat më të vjetër që konsumohen nga njerëzit dhe kanë përfitime të panumërta. A e dini se ishte fruti preferuar i Kleopatrës? Mendoni se çfarë e bën atë kaq të veçantë. Fillimisht shijon shumë, por gjithashtu ka një listë të pafundme të përfitimeve shëndetësore. Përveç kësaj, fiku është një frut i vlefshëm sepse është i disponueshëm vetëm disa muaj gjatë vitit. Gjithashtu, përveç se është një produkt shumë i mirë ushqyes, ai mund të konsumohet në forma të ndryshme, si i freskët, i thatë, i bërë reçel ose i përgatitur gliko. Këto janë arsyet kryesore përse rekomandohet të konsumoni 2 deri në 3 fiqe çdo mëngjes. Ato do të rrisin shëndetin e sistemit tretës. Fiqtë lehtësojnë kapsllëkun dhe përmirësojnë shëndetin e tretjes. Mbani 2 ose 3 fiq në ujë nga nata e mëparshme dhe e konsumoni në mëngjes me mjaltë dhe i thoni lam të mirë kapsllëkut. Sigurisht kjo është për shkak të përmbajtjes së tyre të lartë të fibrave. Ai përmirëson shëndetin e tretjes, gjithashtu është i mirë edhe për shëndetin e zemrës. Ato zvogëlojnë nivelin e triglicerideve në gjak dhe kontribojnë në përmirësimin e shëndetit të zemrës. Fiqtë gjithashtu përmbajnë fenole dhe acide yndyrore omega 3 dhe omega 6 që zvogëlojnë rrezikun e sëmundjeve në zemër. Fiqtë kanë vlera të larta ushqyese. Mund t'i gjeni edhe në fund të verës dhe në fillim të vjeshtës, por është fjala për dhuratën e natyrës. Fiqtë përmbajnë kalcium, kalium, fosfor, magnez, vitaminën A, gjithashtu. Ato përmbajnë vitaminat B dhe C. Janë të pasur me antioksidant. Fiqtë janë një produkt që prodhon antioksidant dhe inaktivizojnë radikale të lira në trupin ton dhe forcojnë aftësinë për të luftuar sëmundjet. Ato reduktojnë dhimbjet e qafës. Fiqtë krijojnë një shtresë të hollë mbrojtëse dhe kështu parandalojnë dhimbjet e qafës. Ky frut është qetësues dhe gjithashtu lëngjet e tij natyrore mbrojnë edhe kundër radikaleve të lira. Fiqtë e freskët ndihmojnë gjithashtu për të pasur një trup më të shëndetshëm dhe ndihmojnë për të humbur në peshë. Konsumi i fiqeve na mban të plotë për orë të gjata për shkak të përmbajtjes së lartë të fibrave. Në fakt, kjo e fundit ngadalëson procesin e tretjes dhe ndërsa ky frut është mjaft i ëmbël, përmban vetëm 47 kalori për çdo kokër dhe mund të konsumohet gjithashtu edhe në dobi të shëndetit tuaj. Fiku është një nga produktet më të mira ushqyese i cili mund të konsumohet më shpesh në dietat tuaja për shkak të përfitimeve të mëdha që ai përmban. Fiku, fruti që ripërtërin forcon dhe ruan shëndetin dhe fshin rrudhat. Një bimë që jep shumë ndërsa i nevojitet vetë pak. Ai ka nivele të larta të magnezit. Magnezi është një nga elementet bazë që mbron sistemin ton nervor nga stresi. Ai është shumë i rëndësishëm për shëndetin e kockave, imunitetin dhe shëndetin e trurit. E promovon shëndetin dhe vitalitetin dhe shëron shumë probleme. Edhe në mënyrë të konsiderueshme ngadalëson procesin e plakjes. Fiqtë e thatë përmbajnë 3 herë më shumë magnez se sa ata të freskët. Ai është i pasur me kalium, kalcium, hekur, fosfor, bakër, vitaminën B6, C, si dhe beta-karoten. Përmbajtja shumë e ulët të yndyrnave dhe përmbajtja e lartë e fibrave, cili do frut ose perim tjetër, është një arsye pse fiku duhet të konsumohet çdo ditë, citon dhe Elsaj. Pektina është një fibër e tretshme e cila ul kolesterolin e gjak, ndërsa triptofani ndihmon me problemet e qarkullimit të gjakut dhe pagjumësia. Përqindja e lartë e sheqernave natyror do të sigurojë që truri juaj të punojë më shpejt dhe të pranojë dhe klasifikojë më mirë informacionet. Sigurisht, diabetikët duhet të kenë kujdes gjatë ngrënies së fiqeve të thatë, të cilët përmbajnë 2 herë më shumë sheqer se ata të freskët. Fiqtë e thatë janë një burim i shkëlqyer i shumë ushqyesve dhe gjithashtu një vakt praktik dhe i vlefshëm për atletët reaktiv dhe profesionistët. Ndërsa në kombinim me produktet e arrës mund të shërbejë si një meze ideale. Çaji i fikut lehtëson problemet të mëlçisë, fytit, organeve të frymëmarrjes, gurëve të tëmthit, gjithashtu edhe fshikëzës. Ai ka përmbajtje sterole bimore, për të cilat është dëshmuar se ka efekte të dobishme në nivelin e kolesterolit në gjak.
Sterolet bimore si lanosteroli dhe sigmasteroli, të cilët përmbajnë fiqt, lidhet me molekulat e kolesterolit në zor dhe kështu pengojnë absorbimin e tij. Studime të shumta kanë zbuluar komponentët me efekte të mundshme antiinflamatore, të cilët fiku është i pasur. Komponimet e testuara në studimet kanë treguar rezultate përmirësuese, sidomos kundër problemeve të prostatës dhe atyre të lëkurës. Fiku i freskët përmban deri në 80% ujë për 60% sheqer natyror, kështu që dobia e konsumit të fikut është e shumëfisht, ashtu si dhe mënyra e konsumit. Shija e ëmbël e fikut mund të kombinohet gjithashtu edhe me produkte të ndryshme siç janë ato të kripura si djathi i deles ose i dhis, dhe mund të konsumohen së bashku për të ofruar një sër përfitimesh të rëndësishme për organizmin. Gjithashtu, fiku përmban pak kalori dhe gjithashtu mund të ofrojë shumë vlera për shëndetin e njeriut. Fiku është i shëndetshëm edhe për të ushqyer. Gjithashtu, fiku përmban beta-karoten, yndyra vegjitale, polifenole, vajra, vitaminën A, B1, B5, B9, B12, vitaminën C edhe P. Gjithashtu ai përmban bakër, hekur, kalium, kalcium, magnez, mangan, fosfor, selen, enzima dhe elementë të ndryshëm si elementët oligo. Fiqt janë në dispozicion dhe mund të konsumohen gjithashtu edhe në përditshmërinë tuaj. Fiku është fruti i shëndetit të mirë me vlera të larta ushqyese, i cili asesi nuk duhet të mungojë në dietën tuaj. Fiqt janë një nga frutat sezonal shumë të shijshëm me benefite të shumta për organizmin tuaj. Benefitet e fikut janë të shumta duke filluar nga trajtimi i problemeve me kapsllëkun, diarrea, kolla, bronkiti dhe astma, tensioni dhe disa probleme me tretjen. Fiqt e përmbajnë një numër të mirë të mineraleve, fibrave dhe sheqernave natyrale, që janë të domosdoshme për funksionet sa më të mira të proceseve të organizmit tonë. Ato përmbajnë magnez, kalcium, hekur, vitaminën A, K, si dhe një numër të madh të antioksidantëve. Sipas disa studimeve të bëra për benefitet e fikut, është treguar se ky frut shërben edhe si një qetësues i zorrës për të trajtuar diaren dhe konstipacionin, gjithashtu edhe për të përmirësuar tretjen. Prania e kalciumit dhe mineraleve të tjera kontribon në shëndetin e kockave duke i mbajtur të forta dhe duke parandaluar osteoporozën, kurse prania e vitaminës A dhe K shërben për luftimin e inflamacionit dhe mbajtjen e një lëkure sa më të shëndetshme. Fiqt gjithashtu luajnë një rol shumë jetësor në organizmin tonë, sidomos për të luftuar efektet e kripës, e cila zvogëlon përthithjen e kalciumit dhe rrit tensionin e gjakut. Shumë persona, sidomos në vendin tonë, vuajnë më së shumti nga hipertensioni ose i njohur ndryshe si tensioni i lartë i gjakut. Tensioni i lartë i gjakut mund të jetë shkatrimtar për zemrën, trurin dhe veshkat. Ai trajtohet me medikamente, por edhe nëpërmjet regjimeve të shëndetshme ushqimore. Frutat dhe perimet janë ndër më të rekomanduarat për uljen e tensionit të lartë. Fiku rekomandohet për uljen e tensionit të gjakut. Ekspertët thonë se fiku si i freskët ashtu dhe i thatë përmban sasi të madhe të kaliumit. Ky mineral është thelbësor për funksionet e muskujve dhe të nervave. Kaliumi balancon nivelin e lëngjeve në trup dhe rregullon rrahjet e zemrës, zgjeron enët e gjakut dhe ndihmon eliminimin e sodiumit të tepërt nëpërmjet urinës. Kripa e tepërt të rrit presionin e enëve të gjakut dhe më pas rrit edhe tensionin e gjakut. Sasia e rekomanduar e kripës duhet të jetë më pak se 2,4 gram në ditë. Fiku mund të përfshihet në sallata ose tahet rregullisht gjatë ditës. Ju mund të merrni disa fiq të thatë, t'i mbani në ujë gjatë gjithë natës dhe më pas lëngun e tyre ta pini esëll në mëngjes. Në këtë mënyrë ju do të jeni në gjendje të përthithni më shpejt vlerat ushqyese të tij. Ndaj, nëse doni të merrni vlerat e tij, duhet ta shtoni gjithashtu fikun në dietën tuaj. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zhvendësojnë në këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tuaj.